Stavros Pilios me shumë gjasa do të jetë futbollisti I ri në kombëtaren e Silvinjos. Ky konfirmim vjen nga familjarët e mbrojtësit 24 vjeçar të kontaktuar prej Albania Team. Në bazë të këtij informacioni e qartë se Pilios ka pasur kontakte me trajnerin Silvinjo dhe kanë rënë dakord për të qenë pjesë e Shqipërisë në ndeshjet e marsit. Po kush është Stavros Pilios dhe çfarë lidhje ka ai me Shqipërinë? Familja e tij është me origjinë nga dropulli I Gjirokastrës, ndërsa Stavros Pilios ka lindur në Rodos. Mbulon të njëjtën rol sikurse Mario Mitaj, mbrojtës I majt, luan me ekipin që luante Mitaj, AEK-un e Athinës. Kartoni lojtarit në fjalë arrin deri në 1.2 milion euro, ndërsa ka rol të rëndësishëm në ekipin grek. Polonia ka mbërritur në play-offin e botrorit si skuadra e renditur e dyta në grupin G të kualifikuesve pas krahave të Holandës me të cilën e regjistroi 2 barazime. Ecuria e saj në këtë edicion u shënua nga jo pak probleme, ku më I madhi ishte zënka në fillimin e edicionit mes trajnerit Michal Probierz dhe Robert Lewandowskit, të cilit ju hoq shiriti I kapitenit. Sulmuesi deklaroi se po të riqej nga ekipi kombëtar për sa kohë ishte Probierz në drejtim duke shkaktuar kaos te Polonia. Kjo dhe humbja 2-1 ndaj Finlandës në qershor bën që në fund të ishte trajneri Probierz ai që të tërhiqej, duke dhënë dorëheqjen me Jan Urban që mori vendin e tij, ndërsa Lewandowski u kthye në ekip. Në ndeshjet e mbetura Polonia regjistroi 3 fitore dhe 2 barazime ndaj Holandës, por ato nuk mjaftuan për t'i marrë vendin e parë në grup tulipanëve, duke detyruar skuadrën polake të kalonte nëpërmjet play-offit, ku tashmë si kundërshtar të parë do të ketë kombëtaren tonë. Kombëtarja polake I ka mësuar kundërshtarët e saj në fazën eliminatore për një vend në Kupën e Botës 2026. Ndoshta kishte dhe rrugë më të mira, komentoi Cezar Kuleza, presidenti I Federatës Polake të Futbollit. Ai gjithashtu nuk e përjashtoi mundësinë që një finale e mundshme kundër Ukrainës të luhet në Poloni. Kombëtarja polake përfundoi e dyta në grupin G të kualifikuesve të Kupës së Botës 2026 dhe do të garojë në ndeshjet eliminatore të pranverës për të kualifikuar për turneun e vitit të ardhshëm. Nëse skuadra Jan Urban po Shqipërinë, ata do të përballen ose me Ukrainën ose me Suedinë në ndeshjen vendimtare. Ai nuk e fsheu faktin se polakët teorikisht mund të kishin tërhequr kundërshtarën më të lehtë, megjithatë përparësia e tyre sigurisht mbetet kualifikimi për Kupën e Botës. Është e vështirë të thuhet nëse fati ishte në anën tonë apo jo. Ndoshta kishte edhe ndeshje më të lehta, por na ra shorti ashtu siç na ra. Duhet të fitojmë këtë ndeshje. Askush nuk do të na jap një bilet falas për në Kupën e Botës, vuri në dukje presidenti I Federatës Polake. Gjysmëfinale do të luhen më 26 mars, ndërsa finalet janë planifikuar për më 31 mars. Presidenti paralajmëroi se situata e skuadrave individuale mund të ndryshojë në muajt në vijim. Paraqitjet eliminatore janë vetëm 4 muaj larg dhe pa ju auruar askujt mund të shfaqen dëmtime në këto ekipe. Lojtarët mund të ndryshojnë klube, ndërkohë dhe forma e disa lojtarëve ndërkombëtar mund të ndryshojë. Shumë faktorë do të ndikojnë në ekip para eliminatoreve. Le të shpresojmë që t'i shmangim dëmtimet. Lojtarët tanë janë në formën e tyre të jetës. Kemi shumë fat futbollistik dhe ja dalim të kalojmë eliminatoret, shtoi ai. Kombëtarja shqiptare nuk mund të nënvlerësohet, siç e zbuloi vetë Fernando Santos. Ekipi I tij posoi një humbje 2-0 në Tiranë në shtator 2023 dhe portugezi dha dorëheqjen si trajner disa ditë më vonë. Shqiptarët janë një ekip shumë I mirë, veçanërisht në shtëpi. Gjithmonë ka shumë mbështetje në stadiumin e tyre, të gjithë reagojnë me entuziazëm. Ne kemi luajtur kundër tyre, kështu që e di si është. Është e vështirë të luash kundër tyre. Këtë herë avantazhi ynë është se po luajmë në shtëpi, është gjithçka në mendjet dhe këmbët tona, tha Kuleza. A do të arrijë një marrëveshje Federata Polake e Futbollit me ukrainasit nëse një finale e mundshme kundër Ukrainës mund të mbahej në Poloni? Ekziston një mundësi por vendimi u takon ukrainasve, e gjitha varet nga ajo që bëjnë ata, nëse duan të luajnë në Poloni apo të kërkojnë një stadium tjetër në Evropë. Duke I njohur tifozët tanë, ata do të udhëtojnë për në ndeshje dhe do të ketë mbështetje entuziaste prej tyre, vazhdoi timonieri I Federatës Polake. Rekordi I Jan Urban si trajner deri më tani është 4 fitore dhe 2 barazime. Polonia ja doli mban kundër Holandës, por në Malta ta luftuan për të siguruar 3 pikë. Kemi marrë 4 pikë në 2 ndeshjet e fundit, luajtëm në kushte të barabarta kundër Holandës, një kundërshtar I nivelit të lartë.
Sigurisht që pati një qetësi të lehtë kundër Maltës, por në fund fituam dhe morëm 3 pikët. Jan Urban përgjigjet çka që mundi. Nuk mendoj se ka dikush që do ta kritikonte punën e Jan Urban. Jemi të gjithë të kënaqur me punën e tij. Kemi një staf trajnerësh gjithashtu të zgjedhur nga trajneri dhe të gjithë po punojnë mirë dhe kjo po sjellë rezultate, përfundoi Cezar Kulezha. Gjysmëfinali e ndeshjeve play-off të Kupës së Botës 2026, Poloni-Shqipëri do të luhet në 26 mars të vitit të ardhshëm në orën 20:45. Ish futbollisti polak Marek Kozminski komentoi shortin e hedhur ditën e sotme në Zvicër, ku deklaroi se dueli me Kuqezint nuk do të jetë një shëtitje për ta. Në këtë fazë ne jemi favorit, nuk ka dyshim për këtë, por nuk do të jetë një shëtitje. Do ta luajmë ndeshjen e parë në shtëpi. Kjo do të jetë vlera jonë e shtuar, pasi është më e lehtë për ne të luajmë si pritës. Pres që do ta kalojmë Shqipërinë dhe pastaj mbetet pyetja se me kë do të përballemi në raundin e dytë, Suedin apo Ukrainën dhe mbi të gjitha ku do të luajmë. Ata janë një kundërshtar brenda mundësive tona, megjithëse kohët e fundit na treguan në shtëpi se ishim padyshim më të mirë, përfundoi ai. Prima di tutto essere qui veramente un'altra volta abbiamo meritato tantissimo, allora si gioca, adesso parlavo con tanti altri qua, no? Sono degli italiani, sono di tutti, si gioca, calcio 90 minuti può succedere di tutto, conosciamo bene la squadra avversaria ma anche loro conoscono benissimo anche, poi si gioca, allora si prepara la partita e avanti. Guarda, sono tutti 4 forti. Anche la prima Polonia, poi dopo che l'altra parte sono 2 avversari fortissimi anche. L'Ucraina lo conosciamo già di Nations League, Svezia anche abbiamo fatto un amichevole, poi sono squadre forti, calciatori forti, poi un'altra volta poi sono 4 squadre molto forti. Në fakt, para është që jam I lumtur që jemi në short për play-offin e Kupës Botës. Nuk prisja që do kishte në dhuratë, këtu janë të gjithë ekipet të forta, në bazën e dytë kundërshtarët që e mundshëm për mua ishin gjithë fort. Polonia është një skuadër që në fakt kemi luajtur në 2-3 vitet e fundit, gjithsesi shumë e fortë me një nga yjet e futbollit evropian, por ne do të tentojmë shanset tona. Duhet përqendrohemi maksimalisht tek Polonia, të shpresojmë për ta kaluar. Unë nuk kam pas asnjë lloj dëshire në fakt para se të vinim se kë nga 4 kundërshtarët e vazës dytë do doja në grup. Në fakt ashtu siç erdhën punën, short nuk do më pëlqente vaza e parë që ishte një ndeshje në Wales dhe e dyta kundër një kundërshtar I mundshëm si Italia. Të tjerët më duken gjithë shumë të fortë. Ne në letër nuk jemi skuadra favorite për ta kaluar këtë play-off, por gjithsesi do bëjmë maksimumin. Futbolli nuk është matematik, është një lojë që ka shumë papritura, ka emocione dhe unë shpresoj shumë që ne t'i dhurojmë sportazëve tanë emocione pozitive.